VIP-at në rrjetet sociale hynë në fuqi, influencerët dhe blogerët që nuk regjistrohen në QKB do të bllokohen llogarit. Ndryshimet e ligjore që janë publikuar në fletoren zyrtare si pjesë e paketës fiskale shkrin tash më qartë aktivitetin ekonomik edhe në internet. Çdo person që gjeneron të ardhura online nga blogerët e influencerët konsiderohet subjekt tregtar dhe është i detyruar të publikojë në faqen apo profilin e tij të dhënat bazë si NIP-in, emrin e subjektit, adresën dhe kontaktin. Por si do t'i identifikojë administrata tatimore dhe çfarë do të ndodhë me individët që refuzojnë t'i publikojnë këto të dhëna? Ndryshimi në ligj për procedurat tatimore ka përcaktuar mënyrën se si do të ndiqet për të kontrolluar aktivitetin ekonomik online që gjeneron të ardhura në rrjetet të ndryshme sociale. Pas njoftimit zyrtar që do të dërgohet nga administrata tatimore, kështu VIP-at do të formalizojnë punën e tyre në rrjetet sociale. Këta individ do të jenë të identifikueshëm bazuar në të ardhurat të depozituara në llogaritë e tyre bankare. Edhe unë si biznesi kam këto të dhëna të ekspozuara, duke filluar nga NIP-i, adresa, të dhëna të subjektit, edhe këta individ duhet i kenë publikuara në llogarinë e tyre sociale. Mund të them që ka individ influencer që vinë në zyrën time për t'u trajtuar si një subjekt tregtar, pasi tani vet po ja kërkojnë edhe bizneset që bashkëpunojnë, të cilët në fund duhet të kenë një faturë për pagesat e kryera. Është një kërkesë e mëparshme tashmë e realizuar, edhe shumë mirë të gjithë që kryejnë këtë lloj aktiviteti të zbatojnë, është shprehur audituesi ligjor Avni Tobli.